Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Çmimi i naftës shënoi rënje në tregjet ndërkombëtare, shkaku bë deklarate presidenti amerikan Donald Trump, ku paralajmëroi Iranin të mos ndërhyjë në një nga rrugët më të rëndësishme të furnizimit global me energji. Trump deklaroi se çdo përpjekje e Iranit për të penguar qarkullimin e naftës në ngushticën e Hormuzit do të përballet me një reagim të ashpër nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në tregjet aziatike, çmimi i naftës së papërpunuar ra me rreth 6.5% duke zbritur nga $92.46 në $88.15 për fuqi. Një ditë më parë, çmimi i naftës kishte arritur në $140 për fuqi. Kryeministri i Republikës Maqedonisë së Veriut deklaroi se për momentin nuk shqyrtohet mundësia që qeveria të shpallë gjendjen e krizës për shkak të rritjes së çmimit të naftës. Sipas Istria Mickovskit, pavarësisht rritjes prej gati $15 për litër, Maqedonia e Veriut ka sërish naftën më të lirë në rajon. Pa во моментот не гледаме потреба од прогласување на кризна состојба, токму поради овие аргументи за кои што веќе зборав. Për momentin nuk shohim nevojën për shpallje të gjendjes së krizës, pikërisht për shkak të këtyre argumentave që tashmë fola. Presim presion dhe në periudhën që vjen, por kemi mjaftueshëm sasi. Flasim dhe me shpërndarësit dhe me kompanitë që furnizojnë qytetarët dhe ekonominë e Maqedonisë me naftë dhe derivatet e naftës. Për momentin nuk ka rrezik për çfarëdo lloj mungese, kështu që ne si qeveri vazhdojmë të përcjellim situatën, tha kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Istria Mickovski. Bashkimi Demokratik për Integrim akuzoi qeverinë për menaxhimin e dobët të krizës. Opozitarja shqiptare në Maqedoninë e Veriut kërkon nga Komisioni Rregullator për Energjetik të rishqyrtojë më njëherë vendimin për çmimet e derivateve. Ajo kërkoi që rezervat shtetërore të naftës të mjaftueshme për 62 ditë të hidhen në treg me çmimin maksimal prej $71 për litër. I bëjmë thirrje Komisionit Rregullator për Energjetik që, duke filluar nga sot, të ndërmarrë masa dhe të rishqyrtojë vendimin e djeshëm. Duke pasur parasysh deklaratat e institucioneve kompetente se shteti disponon rezerva të naftës për rreth 62 ditë, këto rezerva duhet të hidhen menjëherë në treg me çmimin maksimal prej $71 për litër. Duhet theksuar se këto sasi janë blerë me çmime edhe më të ulëta se ky nivel. Qeveria të shqyrtoi uljen e barrës fiskale për karburantet, përfshirë aksizat dhe takset e tjera për ta stabilizuar tregun dhe mbrojtur qytetarët, apelojnë nga BDI. Sekretari i përgjithshëm i BDI Sar Brademi në intervistë televizive mbrojti ish numrin 2 të partisë Artan Grupi duke kërkuar që gjykohet si pafajshëm deri në momentin që vërtetohet fajësia e tij. Saja të një hakmarrjeje politike që edhe një student i vitit parë në Fakultetit Drejtësisë do të shehë prej aeroplanet se bëhet fjalë për një përndjekje klasike politike, kur jemi tek ajo për çka akuzohesh edhe akuzohet ende zoti Grupi, pra bëhet fjalë për një paradoks, për një absurditet të llojit të vet, kur dikush paramendoni të përndiqet për një vendim kolektiv të marrë në seancën e qeverisë dhe për nënshkrimin e të njëjtit. Ju e dini se kryesuesi i seancës, që zakonisht është kryeministri, e në mungesë të kryeministrit ndonjëri prej zëvendës kryeministrave, në këtë rast zoti Grupi ka qenë zëvendës kryeministri i parë, ka udhëhequr seancët dhe ai i cili udhëheq seancët është i detyruar juridikisht, ligjërisht që t'i nënshkruaj të gjitha aktet për ato pika për cilët e ka udhëhequr seancën. Grupi arrestua më 23 shkurt 2026 në pikën kufitare të Bllacës pas më shumë se një viti arrati. Ai kërkoi me urdhër arresti ndërkombëtar për dyshime lidhur me korrupsion dhe dëme financiare të shtetit. Aktualisht ai ndodhet në arrest shtëpiak në Mikqyre 24 orëshe. Në tetor 2024 Artan Grupi u përfshi në listën e zezë të SHBA-s për shkak të përfshirjes në korrupsion të rëndësishëm dhe ndërhyrjeve në procese ligjore. Pleni në Republikën e Maqedonisë së Veriut arrin marrëveshje për drejtime bashkëkryetar. Në intervistë televizive Izzet Mexhiti tha se është dakorduar për modelin me bashkëkryetar për të organizuar më mirë strukturën e saj si parti politike. Ai shtoi se janë dakorduar rreth ideologjisë se vleni do të jetë më shumë qendër e djathtë. Edhe pse është modeli bashkëkryetarëve brenda kryesisë, vendimet do të merren me konsensus. Nëse ka ndonjë dilemë do të shkohet me shumicë absolute dhe jo të thjeshtë. Kjo është në funksion të demokratizimit të skenës politike, tha Izzet Mexhiti nga koalicioni Vlen. Opozita shqiptare në Republikën e Maqedonisë së Veriut kërkon zgjedhje të parakoshme. Ziadin Sela nga Alianca për Shqiptarët deklaroi se një qeverisje e tillë duhet të bie sa më shpejt. Sipas Selës, qeverisja aktuale është e dëmshme dhe si e tillë nuk mund të vazhdojë më tutje. Sela tha se do të shqihet nëse do të rivendoset balanci në kampin politik maqedonas dhe se zgjedhjet e parakoshme do të prodhojnë politikanë shqiptar të vendosur që dinë të përballen me një vëmërot të fortë.
Unë jam në opozitë, opozita është ajo që çdo herë kërkon zgjedhje të parakoshme, aq më tepër kur konstatoj se kjo qeverisi është e dëmshme dhe mundohet të zhbëj karrierat tona, apelon Zjadin Sela. Rajoni. Çmimi i naftës në tregun shqiptar është rritur përsëri këtë të martë. Në pikat kryesore po tregtohet me 198 lek për litër, duke u shtrenjtuar me 25 lek që prej 4 marsit kur u bë dhe rritja e parë e çmimit. Ministria e Financave dhe Energjisë e Shqipërisë parlemroi se do të ketë çdo ditë kontrolle dhe nëse do të vijnë re abuzime do të ketë masa ndëshkuese nga sekuestro deri në gjoba 10 fish më të larta. Gjithashtu Ministria e Financave ka përgatitur një plan masash për të mbajtur nën kontroll situatën e çmimeve të hidrokarbureve. Rritja e çmimeve të karburanteve në tregjet e tregtimit me pakicë është ngritur sërish si shqetësim në Shqipëri. Zëvendës presidentja e Partisë së Lirisë Elisa Xhixho deklaroi se rritja e çmimit të karburantit godet drejt për drejt ekonomitë e familjeve shqiptare. Në një deklaratë për media, Xhixho shpreh se çmimi i naftës ka arritur në rreth 1.95 euro për litër. Në të njëjtën kohë, Shqipëria vazhdon të paguajë naftën më të shtrenjtë në rajon. Sot qytetarët shqiptar paguajnë rreth 1.95 euro për litër, ndërkohë në Kosovë çmimi është rreth 1.18 euro për litër. Në Maqedoninë e Veriut dhe në Malin e Zi është rreth 1.27 euro për litër. Kjo diferencë e madhe, sipas Xhixhos, lidhet drejt për drejt me nivelin e lartë të taksave dhe aksizave të cilat përbëjnë rreth 60% të çmimit të naftës në vend. Kjo diferencë e madhe nuk është rastësi. Ajo lidhet drejt për drejt me nivelin e taksave dhe aksizave, të cilat përbëjnë rreth 60% dhe përsërisht 60% të çmimit të naftës në vend. Xhixho kërkoi që të miratohet me procedurë të përshpejtuar propozimi i Partisë së Lirisë për pezullimin deri në fund të vitit 2028 të taksës së qarkullimit dhe taksës së karbonit. Partia e Lirisë ka propozuar një masë konkrete dhe të realizueshme pezullimin deri në fund të 2028-s të taksës së qarkullimit dhe taksës së karbonit. Ky është një hap i domosdoshëm për të ulur çmimin e naftës dhe për të lehtësuar barën që sot rëndon mbi familjet dhe bizneset shqiptare. Kjo masë do të ndikonte drejt për drejt në frenimin e rritjes së kostos së jetesës, në stabilizimin e çmimeve dhe në mbështetjen e ekonomisë familjare në një moment të vështirë ekonomik. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi hodhi poshtë pretendimet sipas tij të kryeministrit Edi Rama se SPAK nuk ka sjellë prova për dyshimet për shkelje të barazisë në tendera ndaj ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Në një konferencë për mediat, Bardhi listoi materialet e ofruara nga SPAK në 2 raste dyshuara për abuzime nga 2 ish-zëvendës kryeministra. Çështja Ben Ahmetajt është 1/200 e provave që kanë ardhur për Belinda Ballukun. Unë jam antar i Këshillit Mandati, kam shqyrtuar të dyja çështjet. Atje kishte indicje, këtu ka prova. Atje kishte të dhëna dhe dyshime, këtu ka prova që provojnë kryerjen 11 herë të veprës penale nga Belinda Balluku. Ndër të tjera, Bardhi tha se i vetmi rast ku mund të refuzohet kërkesa e SPAK për marrjen e autorizimit për arrestim është nëse prokuroria do ishte duke ndjekur politikisht Belinda Ballukun. Dhe me qënë se unë i kam të rejshur prova dhe i kam lexuar një më një ato prova, dua t'ju konfirmoj dashur bashkëqytetar që nuk është e vërtet që prokuroria ka sjell në kuvend vetëm arkivën e Ministrisë Infrastrukturës. Prokuroria ka sjell me mira faqe përgjime mes Belinda Ballukut dhe varësve të saj, ku provohet përtej çdo dyshimi të arsyeshëm se si ka paracaktuar shpërndarjen në mënyrë korruptive të 1.1 miliard euro. Deputetja e Partisë Demokratike Jurita Tobaku referohet raportit më të fundit të SPAK kur deklaron se korrupsioni ka kapur ekonominë, administratën publike dhe tregjet kryesore në Shqipëri. Përmes rrjeteve sociale, deputetja demokrate nënvizoi si janë këto nivelet të korrupsionit që po bëjnë që shqiptarët të largohen nga vendi i tyre. Ku është konkurenca, ku është gara? Korrupsioni e ka vrarë edhe garën e ekonomi, edhe ekonominë e tregut, ka vrarë çdo shpresë të bizneseve e qytetarëve për një ardhme normale. Deputetja demokrate theksoi se sistemi aktual ekonomik dhe institucional është ndërtuar në një mënyrë që sipas saj ushqen korrupsionin dhe deformon konkurrencën në treg.
Jo sepse e thot SPAK-u në raportin e fundit, por prokurimet publike sot janë gjithat paracaktuara. Është një sistem që jo vetëm bën pastrimin e parave, po jep pagar tenderat, jep ato me vlerë shumë fishuar, jep ato në mënyrë të paracaktuar. E praktikisht institucionet shqiptare sot operojnë si grupe strukturuara që vetëm japin tendera. Përfundon studimi i fizibilitetit për Ekurudhën e Kombit. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se Ekurudha Durrës-Prishtinë do të jetë gjatë 105 kilometra, ndërsa në takimin e fundit me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti është diskutuar për të gjetur edhe 2 mënyra të reja për financimin e këtij projekti. Ka përfunduar në bashkëpunim me qeverinë e Kosovës studimi i fizibilitetit dhe projekti paraprak për Ekurudhën e Kombit Durrës-Prishtinë me gjatësi 105 kilometra, 14 tunele dhe 43 ura. Në takimin e fundit me kryeministrin Kurti kemi folur edhe për 2 pista financimit huaj, të cilat do t'i eksplorojmë bashkërisht. Deklaroi Edi Rama. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Çmimet e derivateve në Kosovë kanë shënuar rritje të ndjeshme ditët e fundit. Përfaqësuesit e naftëtarëve të Kosovës thonë se situata e tensionuar në rajonin e linjës së mesme dhe ngushticës së Hormuzit ndikojnë në tregjet globale duke reflektuar dhe në çmimet lokale. Në emër të përfaqësuesve të naftëtarëve të Kosovës, Fadil Berani sqaroi se lufta në Iran, rritja e tensioneve dhe rreziku i ndërprerjes së prodhimit si dhe problemet në ngushticën e Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme të kalimit të naftës në botë, mund të ndikojë në tregjet globale. Çdo problem në këtë korridor reflektohet edhe tek ne në Kosovë, paralajmëroi Berjani. Nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë dhe Inovacionit bëhet e ditur se institucionet po monitorojnë tregun e derivateve për të parandaluar çdo praktikë të padrejtë tregtare dhe për të mbrojtur konsumatorët. Gjykata kushtetuese e Kosovës pezullon dekretin për shpërndarjen e parlamentit. Pas qortimit kërkesës së qeverisë u vendos në masë përkohshme ndaj dekretit të presidentes së Kosovës Vjosa Osmani. Kurti kërkoi të vlerësohet kushtetueshmëria e dekretit të presidentes për shpërndarjen e kuvendit si dhe vendosjen e masës përkohshme. Vendimi është marrë deri në shqyrtimin e plotë të çështjes. Me vendimin e gjykatës reagoi dhe qeveria e Kosovës. Sipas komunikatës, ky vendim krijon hapësirën që çështja trajtohet në mënyrë të plotë nga gjykata kushtetuese. Më herët, kryetaria e Kuvendit të Kosovës e kishte komentuar dekretin e presidentes Vjosa Osmani si antikushtetues. Kryetaria e Kuvendit të Kosovës Albulena Axhiu e komentoi si hap shumë të rëndësishëm vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës për vendosjen e masës së përkohshme deri më 31 mars ndaj dekretit të presidentes Vjosa Osmani për shpërndarjen e kuvendit. Vendimi i gjykatës kushtetuese është një hap i rëndësishëm për të parandaluar pasoja që mund të dëmtonin funksionimin kushtetues të institucioneve të vendit, shkruan Albulena Axhiu. Sipas ai, kuvendi përfaqëson drejt për drejt vullnetin e qytetarëve dhe roli i tij në jetën demokratike të vendit është i pazëvendësueshëm. Bota. Irani nuk sheh më hapësirë për zgjidhje diplomatike me Shtetet e Bashkuara, përgatitet për një konflikt të zgjatur. Apeli vjen nga Kamal Karazi, këshilltar për politikën jashtme i liderit suprem iranian gjatë një interviste për CNN. Nuk shoh më hapësirë për diplomaci, deklaroi Karazi, duke akuzuar presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump se ka mashtruar bashkëbiseduesit e tij dhe nuk ka mbajtur premtimet gjatë negociatave të mëparshme. Lideri iranian shtoi se forcat armatosura të vendit janë të gatshme të përballojnë konfliktin për një kohë të gjatë dhe parashikoi se lufta do të përfundojë vetëm kur presioni ekonomik global, veçanërisht mbi energjinë dhe inflacionin, t'i detyrojë vendet e tjera të ndërhyjnë për të ndalur agresionin e Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit. Sekretari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Marco Rubio akuzoi Iranin se po e merr peng botën përmes sulmeve akmarrëse dhe këmbguljes se Shtetet e Bashkuara ishin në rrugën e dur me objektivat e tyre të luftës, mendoj se të gjithë po e shohin tani kërcënimin që ky regjim klerik paraqet për rajonin dhe për mbar botën. Ata po përpiqen ta mbajnë peng botën, tha Rubio në një aktivitet në Departamentin e Shtetit. Irani ka vazhduar të nisë sulmet ndaj Izraelit dhe vendeve anë mbanxhirit, të cilat strojnë baza ushtarake amerikane. Turqia vendos sistemet e mbrojtjes Patriot në bazën e NATO-s në Malatya. Njoftimi u bë ditur nga Ministria e Mbrojtjes pasi një raketë iraniane u kap nga sistemet e mbrojtjes ajrore të NATO-s më parë. Ky është incidenti i dytë i këtij lloji pas një rakete të parë të kapur më 4 mars gjithashtu në jug të Turqisë. Ankaraja nuk ka marrë pjesë në konflikt dhe nuk ka dhënë leje për përdorimin e hapësirës së saj ajrore. Presidenti francez Emmanuel Macron ka shfrytzuar një vizitë në Kipër për të njoftuar se Franca dhe aleatët e saj po përgatiten për një mision mbrojtës thjesht mbështetës për të rihapur ngushticën e Hormuzit. Në një udhëtim një ditor në ishullin lindor të Mesdheut, shteti antar më i afërt i BE-s në linjën e mesme, Macron tha se misioni do të fillojë sa më shpejt që të jetë mundur pasi të ketë mbaruar faza më intensive e konfliktit. Ministri i Transportit Detar i Greqisë ka përshkruar situatën në ngushticë si alarmuese, duke thënë se shumë tankera janë gjetur të bllokuar në rrugën kryesore
ujore, që kur ka filluar sulmet ajrore të SBA-s dhe Izraelit kundër Iranit, rreth 1/5 e furnizimeve botërore me naftë kalojnë në përngushtic çdo ditë, shkruan The Guardian. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.